Aksidenti tragjik i mori jetën. Këta janë 4 të rinj që u dogjën në makinë pas përplasjes me betoniere në fushë prez. Këta janë 4 të rinj që humbën jetën tragjikisht ditën e sotme pasi automjeti tip Mercedes-Benz me të cilin ata udhëtonin u përplas me një betoniere në aksin rrugor vor fushë prez. Sipas së përplasjes, automjeti është përfshirë nga flakët dhe drejtuesi i makinës Enej Dilaçi, 25 vjeç, dhe 3 pasagjerët në mjetin e tij, Eril Dilaçi, 20 vjeç, Enrikejt Kurti, 24 vjeç dhe An Dilaçi, 22 vjeç, janë ndjegur brenda mjetit. Enejdi dhe Erildi Laçi ishin vëllezër, ndërsa Andi Laçi ishte kushëri me ta. Viktima e 4, Enrikejt Kurti, ishte shok me 3 të parët, vëllezërit Enej Laçi, 25 vjeç, dhe Eril Laçi, 20 vjeç. Raportohet se aksidenti është konstatuar nga një patrulle shërbimi rrugor, i cili ka pikasur automjetin që kishte marrë flakë dhe para tij qëndronte një mjet i tonazhit të rënd. Nga hetimet e kryera rezultoi se automjeti drejtohej nga 25 vjeçari Enej Dilaçi dhe pas përplasjes së fortë me një betoniere ka shpërthyer në flakë. Betonierja e drejtuar nga 24 vjeçari Aleksandër Krashi sapo kishte dalë nga pika e betonit rreth 100 metra nga vendngjarja dhe ka hyrë në rrugën kryesore dhe kur është futur në rrugë ka ecur vetëm 20 metra. Në këto momente automjeti tip Benz me gaz benzin me të cilin udhëtonin të rinj të shpërplasur me betonieren duke e goditur nga pas. Makina e të rinjve ka shpërthyer menjëherë në flak për shkak se ishte edhe me impiant gazi. Përplasja ishte aq e fortë sa që mjeti është shkatërruar plotësisht. Andi Laçi, kushëriri i vëllezërve Enejdi dhe Eril Dilaçi. Policia po heton nëse betonierja ka pasur sinjale stop nga pas, sepse dyshohet që të rinjt nuk kanë parë momentin që betonierja është futur në rrugë dhe në asfalt nuk ka shenja frenimi. Po ashtu, po hetohet nëse betonierja ka ndaluar pasi është futur në rrugën kryesore apo ka qenë në lëvizje pasi sapo është futur në rrugë ka ecur vetëm 20 metra me dhe shpejtësia ka qenë e ulët, ndërsa makina ku udhëtonin të rinj ka qenë me shpejtësi tej normave të lejuara. Pas përplasjes mësohet se drejtuesi i betonieres është larguar nga vendi i ngjarjes, por është ndaluar pak orë më vonë nga policia. Viktima e aksidentit tragjik po ktheheshin nga aeroporti i Rinasit, ku 3 prej të rinjve kishin dalë për të marrë Eril Laçin, i cili kthehej nga Gjermania dhe sapo kanë lënë aeroportin, janë nisur për në banesat e tyre në fshatin Borizan. Në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.